Ka patur tentativa për orientim, pilotim të votës të shqiptarët e diasporës, nuk po them pasaj për të blerë votat, sepse nuk mendoj që politika këtu arrin të blej votat me çmimet atje. Jo, ti ndoshta e bën për shaka, por jo. Janë mundu, unë kam bilesatë ndërsashe ku janë mundu me ofru diçka, ku të paktin për moshat tjera. Konkretisht, për çfarë bëhet fjalë? Çfarë kanë ofruar partitë politike? Me të ofru i bilet, ku ti i bilet avioni, që në atë kohë, para pak kosh, ishin akoma më lirë. Akoma lirë janë sot, por me të ofru në i bilet vajt i ardhe. Pra janë, tentativat janë, ose me ta kërku edhe për favor, me ta kërku për nerë. Përmes ndonjë kontakti të ndonjë familjari që ndoshta ke ende pas. Pra, exakt, tash me ta kërku si favor, si nerë, si me ta bë si obligim, dikush punon atje.